Nëse vuani nga tensioni i ullët, këto janë ushqimet që duhet të hani. Tensioni i ullët është një sëmundje shqetësuese, por që merr një vëmendje të pamjaftueshme në krahasim me tensionin e lartë. Simptomat më të zakonshme të tensionit të ullët janë marramendja, dobësia, të përzierja dhe mjegullimi i shikimit. Kafeina njihet që të ketë aftësinë e rritjes së menjëhershme të tensionit të gjakut. Pirja e çajit të jamballit gjithashtu ndihmon në rritjen e tensionit sepse ngadalëson ndikimin e aldosteronit. Ullinjt po ashtu janë të pasur me vitaminë E, hekur dhe bakër. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i ulët i gjakut duhet të konsumojnë sa më shumë ushqime të pasura me vitaminën B12. Dehidratimi gjithashtu lë pasoja të rënda në volumin e gjakut. Ulja e volumit të gjakut shkakton uljen e tensionit të gjakut veçanërisht në momentet kur njeriu po kryen një aktivitet të caktuar fizik.